Mirë të nderuar teleshikues, rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vijim do të ndalemi patjetër dhe do të flasim sa i takon aktualitetit politik në vendin tonë, do të flasim sa i takon disa prej zhvillimeve kryesore të cilat lidhen me drejtësinë, por edhe zhvillime të cilat lidhen me zgjedhjet parlamentare të 11 majit, teksa Partia Socialiste është duke shijuar fitoren e saj të thellë të korrur në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Partia Demokratike çdo ditë më shumë vjon me ankesat e saj duke e cilësuar zgjedhjet si një farsë e madhe elektorale në të cilën ka bërë pjesë edhe krimi i organizuar. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me avokatin Gylsen Zhlima, i cili është bashkuar me mua në studio. Avokat, të përshëndes, faleminderit që sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, fillimisht e nisim me çështjen më të përfolur për hir të së vërtetës gjatë këtyre kohëve, çifti Meta Kryemadhe. Vetë prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka mbyllur hetimet sa i takon aferës Çesdia dhe lobimit të Lëvizjes Socialiste për integrim të asaj kohe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq i është komunikuar akuza e pastrimit parave, korrupsionit dhe mosdeklarimit të pasurisë. Ndërkaq çifti Meta Kryemadhe vjen edhe pas një divorci. Kemi ndjekur vetëm pak më herët komunikimin që ka bërë vetë zonja Kryemadhi, e pyetur për shumë çështje, por ka zgjedhur që sa i takon çështjeve të politikës dhe rezultatit të mos përfshihet as pak, duke thënë që nuk merret më me politikë. Edhe aq sa ka bërë zonja Kryemadhi, mjafton mos të vazhdojmë se sa ka marrë pjesë ose ka bërë pjesë të një debati politik, ka bërë, do të thoya, goditje pranë partisë vetë dhe bashkëshortit vetë. Por kjo nuk na intereson, është diçka, një zgjedhje personale që ajo bën. Për sa i përket akuzave të zotit Meta, ajo që unë mund të them edhe publikisht nga ana profesionale, për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbaj rezerva, sepse lobimi nuk është ashtu siç është thënë, por është pak më ndryshe, po mbetet për të parë në gjykatë se si gjykata do ta vlerësojë edhe këto provat. Për sa i përket pasurisë dhe gjërat e tjera, aty gjykata le të vendos, ata kanë barrën e provës të provojë të kundërtën që atë nga prokuroria. Për sa i përket zotit Meta, edhe arrestimi i tij edhe tani përfundimi i hetimeve, do të keni parasysh që në këtë kohë që jemi, prokuroria është vonuar shumë të bëjë njoftimin e akuzës, sepse ajo duhet të kishte bërë brenda 6 muajve nga momenti ku u ekzekutua masa e sigurisë ndaj zotit Meta, që është arrest në burg. Që do thotë ka tejkaluar edhe afatet kohore. Kjo nuk sjell si pasojë pavlefshmërie, po sjell si një pasojë që unë kam thënë tek ju, plepa 2 të cilët janë në shërbim të pushtetit, sepse nuk mund të marrësh zotin Meta ose kryetarin e Partisë Demokratike ti çosh në procedim penal në këtë kohë kur ishim para zgjedhjeve, që do të thotë ky ishte një shërbim i qartë, i spakut kundrejt zotit Rama, dhe kjo është e provuar tërësisht në zgjedhjet parlamentare të 11 maj, kur zoti Rama ishte i vetëm i cili fitoi gjithçka, që mori 83 mandate. Që do të thotë këto procedime penale që kanë të bëjnë me politikën dhe kur përfshihet politika, normalisht duhet i marrim me rezervim. Më lejoni t'ju sjell një fakt konkret në Austri. Ish kancelari dha dorëheqjen, u mor i pandehur nga drejtësia e Austrisë dhe sot drejtësia e Austrisë e shpallet të pafajshëm. Pra do të thotë aty ku njerëz dhe individ të cilët përfshihen në politikë, ndonjëherë futen edhe bën pjesë ose do të thoya bën viktime një sistemit juridik i cili është gjithmonë në favor të partisë në pushtet. Për ata të cilët mendojnë që drejtësia është absolute e pavarur, ata mendojnë se nuk kanë kuptuar asgjë. Thjesht kanë marrë atë, do të thoya, fjalinë e jurit Kim, që thoshte të pavarur të paanshëm. Këtë bënte takime me zotin Rama edhe me njerëz që sot zoti Rama ose Partia Socialiste i ka përcjellë në burg. Pra do të thotë që procedimi penal ndaj zotit Meta, për mendimin tim, është krejtësisht politik dhe jo juridik. Unë si qytetar dhe qytetarët e tjerë mund të kenë dyshime për çdo. Pse është politik? Më dëgjoj. Nuk mundet të maj unë si prokuror 4 vite, kur zoti Meta ishte president, dosjen me atë kallëzim, me ato të dhëna, duke e zvarritur 4 vite, duke thënë që unë po e mbaj se po më vin disa letër porosi, këto janë mashtrime.
nuk janë të vërteta. Çfarë letër porosi për ti që të vi pas 4 vitesh? Pra ky është mashtrim publik. Ajo normalisht është bërë për arsye se zoti Meta doli drejt për së drejti duke folur kundër zotit Dumani. Dhe ky ishte si një, do të thoya, reagim i zotit Dumani për të mbrojtur veten e tij. Jo se ishte një hetim i gjithëpërfshirë. Dhe ajo tjetër edhe një mashtrim tjetër që thënë për kundrejt zotit Dumani ka qenë Dgjoj, nuk më intereson mua ato se ata vetë zoti Dumani ka qenë plepat 1. Dhe zoti Meta mos gaboj kishte në një task force, nuk e më mend, po diçka të tillë. Pra njëri me tjetrin njihen aty brenda. Tani nuk mund të plepat 1 na bëjmë plepat 2 që të janë të pastra. Pra do thot dikush diçka ka aty brenda. Por ajo që unë dua të them është kjo. Pse ti e mban një dosje nga 2020 deri në 2024 dhe zoti Meta president dhe nuk e arreston në krye detyrës, aty të duan ngarip, nuk të duan ngaripun kur ai mbaron pushtetin. Pra, kjo është edhe një mesazh shumë i qartë edhe për ata që janë sot në pushtet. Jeni në pushtet zotëri, bëni çfarë do doni, se kjo është realiteti në Shqipëri. Jeni nga pushteti, duhet të fshiheni ose duhet të përballeni me koston. Sepse është e paimagjinueshme tani të shkosh ti të marrësh një president, ta marrësh, ta arrestosh në atë formë, dolën lavazhierët e Spakut, që kur para se tu arrestonte Erion Veliaj, çdo gjë që u procedonte për zotin Berisha dhe zotin Meta, çdo gjë ishte e rregullt nga ana ligjore. Sa u procedu zoti Veliaj, filluan thonin, jo, Dado është i keq, Dumani i ndershëm. Ku ndërkohë, edhe Dado, edhe Dumani kanë firmosur kërkesën e arrestimit të Erion Velis. Tani, është pak se kontradiktore. Jo çfarë pak, ajo është kontradiktore, po se nuk ka mundësi ti më zotëri të më lavdrosh njërin prokuror, pra njëri prokuror të shajti, që ishte mashtrim publik, doli, publikisht doli ajo. Prokurori nuk të shan në seancë, sepse nuk ka pse të shaj aty, se din që ka masa disiplinore ndaj tij në seancë. Po të ka shajt në zyrë është punë tjetër. Po puna është në seancë nuk e bën dot ai person atë gjë. Pra do të thotë, këto lavazhierët dilin dhe thonin çdo gjë të kundër për Berishën dhe Metën. A ka bë Berisha dhe Meta? Por mund të ketë bërë. Po ti nga ana ligjore nuk mund të pranosh një fakt konkret që bëlli një arrestim i tillë që një qytetar e morën zvarr pa kundërshtim pas gjë. Lavazhierët e Spakut edhe sot do të shikosh ti pas një kohe që do dalin të thënë pas shtatorit, jo tani. Edhe tani kanë dalë. Jo, edhe tani kanë dalë, po kanë dalë kështu. Po jo duhet kontrollojmë Spakun sepse janë orientime të BE-s. Futën BE në lojë tani. Iku Amerika. Edhe do të shikosh ti nga shtatorit në vazhdim të thënë, jo, Spaku nuk mund të jetë pavarur. Duhet të kemi kontroll kushtetues. Po e ka më kontroll kushtetues sepse ai raportet në parlamentin çon, edhe ti duke parë raportet shkon edhe bën ndryshime legislative. Po tani kanë dalë lavazhierë do thënë, jo, tani ne duhet ta kontrollojmë sepse e lam ashtu siç e lam, pra na bëri punën ai sa duhet të na bënte, po tani duhet ta kontrollojmë sepse mund të vijë rrezik për ne. Ky është fakt konkret, nuk është mashtrim. Pse nuk është mashtrim? Sepse zoti Rama publikisht ka bërë kërkesë që të arrestojnë të gjithë të opozitës, edhe ata që flasin nëpër televizione. Dhe Spaku e ka zbatuar. Ju nuk ju erdhi çudi kur u thirr zoti Murizi, një person opozitar për gjithçka dhe thirret në Spak? Çfarë ishte ajo? Ajo ishte thjesht një mesazh i qartë që unë të thras këtu. Pra ishte kërcënim. Nuk ka të bëjë me ndonjë vepër penale, por është kërcënimi, mos fol më. Jo në aspektin që ai mos flasi për partinë e vet, se Spaku kënaqet për këtë gjëra, por ama të mos flasi më ashtu siç ka fol. Dhe ato tjera që ftojnë çdo politikan në dyert e Spakut, ai është frikë. Pra, Spaku ka ngjath frikë që njerëzit mos të shprehen. Dhe pse bën Spaku këtë gjë? Se bën pikërisht që të sot vërtetohet me 83 mandate që duhet të shërbejë më shumë Partisë Socialiste. Besimi që kanë qytetarët për sa i përket Spakut, do të shikoni që mas disa vitesh do të kurret, do të bie se arrestimet janë bërë në mënyrë të palishme. Dhe nuk e them unë, e thot Gjykata Evropiane të Drejtat të Njeriu. Gëllçi u arrestuar në mënyrë barbare dhe Gjykata Evropiane i thot ti je arrestuar në mënyrë diskriminuese dhe je futur në burg kot. Edhe mas siguri është marrë ndaj teje kot. Rasti Berisha, po ashtu, rasti Beleri, po ashtu, rasti qytetarëve të tjerë anonim, të cilët nuk duam t'i shprehim emra sepse nuk duam të dalin publikisht. Pra, të gjitha këto raste janë raste që Gjykata Evropiane ka dënuar.
Po ju e dini që ka dosje në SPAK të cilët janë mbushur me fleta A4 kot pa vlerë, po thjesht për të vendosur dosjen sa më shumë të madhe të jetë, thjesht që të bëjnë në shërbim. E dini ju që ka dosje në SPAK të cilët zvarriten dhe merren në momentin kur atere gjenden prova, po nuk është se gjenden atere prova. Provat nuk është se i ka SPAK-u. Thjesht SPAK-u çfarë bën? Bën arrestimin që të ndaloj jo goditja, po e vërtetë ndaj SPAK-ut. SPAK-u është një makineri e cila është prodhuar prikrisht për të goditur opozitarët. Nuk ka të bëjë ai deputet apo jo. Ju e kuptoni që bërë një aksion SPAK-u dhe goditi median. Kjo do unë ju them që sekuestrimi një media në një vend lokal, që është në Vlorë, nuk është për median në Vlorës, është për mediat të tjera në tërësi, që media tani e tutje do të jetë në rrezikun më të madh historik në vendin ton, që edhe me ato lavazhierët e disa mediave që i bënin pushtetit lavazh, mbajeni mend që SPAK-u mund të sekuestrojë. Mbajeni mend këtë gjë. Diçka të fundit tek çështja Meta Kryemadhi avokat, përpara se të ndalim dhe të diskutojmë më në brendësi të zhvillimeve të politikës, sa vite burg rrezikon zoti Meta? Normalisht maksimumi është deri në 12 vjet, por për shkak se bëhet për të cilat akuzohet. Pa maksimumi kaq është, por dihet që gjykatat tona thjesht Meta nuk është se sa do dënohet. Meta është të bëj një nder Partisë Socialiste, SPAK-u dhe gjykata që ta dënoj. Nuk ka rëndësi a është 12, a është 8 vjet, a është 5 vjet, a është 3 vjet, a është 2 vjet. Nuk ka rëndësi, nuk ka pikë vlere. Pse nuk ka vlerë? Gjykatat tona dënojnë në shumë pak vite. Pse? E bërëm situatën. Pra, e bërëm gjyqin, juridik, publik, politik, e bërëm. E rëndësishme është që ky të zhduket nga aspekti politik. Se juridik do përfundoj kur të përfundoj të gjitha shkallët e gjykimit. Për mua zoti Meta, pjesërisht, për mendimin tim, merr pafajësi, në rast se ka mbrojtje mirë dhe jo politike në seancë gjyqësore. Po se rekon fatit të zonjës Kryemadhi? Se kjo e fundit është në mas siguri e detyrim paraqitje. Zonja Kryemadhi është mundur që zonjës Kryemadhi për shkak të akuzave ti ja shpërsohet masa e sigurisë? Jo, nuk mund të ndryshohet, në rast se ajo nuk do ta zbatojë, atëherë mund të ndryshohet, po duke e zbatuar nuk ndryshohet. Asaj të mbetet ashtu deri në apel ajo do jetë e lirë. Në rast se në apeli vendos që do të vendoset me dënim me burgim, edhe burgimi duhet bëhet në progrades sepse zonjat e bën në progrades burgimin, normalisht atëherë do të marrë formë të prerë vendimi. Por për mendimin tim, në rast se kanë një mbrojtje të mirë dhe reale dhe jo në seancë të bën politik, sepse gjykatës, pavarësisht se çfarë kontestime kemi, intereson që ai fakt që prokuroria ta sjell, ti thuash që nuk është fakti vërtet, është i rrem dhe janë 1, 2, 3, 4 prova, po jo se çdo gjë që mund të thotë ta bësh politike në gjyq. Prandaj mendoj se duhet një mbrojtje e mirë që të fitohet gjyqi, sepse unë jam i bindur pjesërisht për shkak të akuzave të tjera nuk mund të futem për pasurinë këto se s'kam ndonjë ide, kurse për rastin e lobimit jam i bindur që është pafajësi absolute, sepse zoti Meta ose më mirë Partia e Lirisë ose LSI asaj kohë nuk është se ajo ka dhënë më shumë miliona, pra ka kontraktuar një kompani në Amerikë, pastaj çka ka bërë ajo kompania, me kë është marrë, edhe si do bënte lobimin, nuk i përket legjislacionit shqiptar. Është legjislacioni të atij vendit. Po kur unë si porositës nuk kam urdhëruar apo nuk kam punë tek ajo, nuk mund të merrem pi pandehur. As përgjegjësi civile nuk kam, as administrative, as penale. Prandaj rasti i zotit Meta është për mendimin tim për lobim jam i bindur që është pafajshëm. E qartë, ndalemi pak më në brendësi të politikës, avokat, sa po e shijon Partia Socialiste fitoren e 83 mandateve në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Se kam përshtypjen e keni ndjekur dje edhe fjalimin që vetë zoti Rama mbajti përpara deputetëve dhe deputeteve të Partisë Socialiste dhe theksoi që duke nisur nga shtatori me krijimin e qeverisë dhe institucioneve të tjera, do të kemi ndryshime të cilat lidhen patjetër me të gjitha institucionet, por edhe brenda qeverisë. Unë di që kush fiton gëzohet, po duhet të dini që pavarësisht fitimeve ka dhe hidhërime. Hidhërimet janë gjëra të cilat vinë në një moment tjetër. Pushteti i shumëfisht dhe pushteti absolut ose pushteti edhe i cekët, i lehtë, gjithmonë ka pasoja të rënda.
sepse personi i cili i merr nga një vetkënaqësi të tepruar. Ne themi nga ajo, si themi nga pakujdesia. Kishte parashikuar avokat që Partia Socialiste do të fitonte 83 mandate. Kush? Gjatë analizës tënde. Nuk e kishe parashikuar. Po jo, nuk e parashikoj mandatin e Partisë Socialiste, sepse duhet keni parasysh edhe diçka. Ne kemi thënë këtu diçka që ne nuk paragjykojmë sovranin. Jo, absolutisht. Po sovrani foli. A i vodhën apo nuk i vodhën, mua s'më intereson më kjo. Sovrani foli të kutitë e votimit. Tani, parashikimi nuk bëjmë sa është, edhe madje, edhe parashikimi nuk kishim bërë dhe sondazhet të qarta për mandatet. Thjesht kishim ndodhur disa statistika, disa shifra. Tani në të gjitha sondazhet qëndron e Partia Socialiste. E parë, normale, sepse shiko, unë nuk mund të bëj një parashikim përveç kësajt, dua të them edhe diçka tjetër. Zoti Oert Bilukbashi duhet kishte bërë një parashikim që si ka mundësi Partia Socialiste të marrë kaq shumë mandate kur ai vetë i bëri nder Partisë Socialiste që të marrë më shumë mandate se sa duhet të marrë me këtë rezultat që është. Dhe jo unë, sepse unë nuk jam eksperti i fushës në Partinë Demokratike. Pra duhet të thotë që o diçka në mënyrë të pakujdesshme ka vajtur dhe është normuar kjo gjë që Partia Socialiste mori kaq mandate, o dikush diçka ka bërë dhe kjo është e rrezikshme për Partinë Demokratike në vazhdimsi. Tani, për pjesën e kaq shumë mandate dhe pushtetit absolut, unë jam i bindur që ky 4 vjeçar, në rast se Partia Socialiste nuk e shikon me maturi dhe pjekuri, normalisht që pasojat do jenë të rënda. Në politikën shqiptare pasojat të rënda kanë ardhur me kohë të zgjatura, nuk është se kanë ardhur nga sot nesër. Do të thotë që ne do presim. I durimi më i mirë i njeriut është koha. Dhe është faktor kryesor koha. Dhe tek koha gjithmonë na ka dhënë të drejtë që partit ose pushtetet Hitleri bënte diçka kur arriti majën, atë ekstremin, kur fillon të duku mbledh me ushtarët e tij, filloste edhe vriste njerëzit e vet, sepse do dilshin dëshmitar kur ndërti. Dhe sa pushtet kishte, ai fillon të dhe mblidhte. Sa pushtet kishte, po njësoj të njëjtën praktik, dhe të gjithë këta i nderuar kanë të njëjtën praktik. Ai sa janë në pushtet dhe rriten, ai më shumë fillojnë edhe zvoglohen nga poshtë, duke çuar njerëzit te drejtësia, jo se do t'i vrasin. Prandaj, unë mendoj që situata që jemi sot dhe Partia Socialiste duhet të matet mirë, sepse pas 2030-s do jenë faktor të tjerë që do ndikojnë në jetën politikën shqiptare. Që do të thotë, zoti Rama duhet mendoj zbritjen e tij dhe ndihmën tek Partia Socialiste, jo marrjen e pushteteve të 4, 5, 6, 7, 20. Edhe 500 le të marrin, por ajo që ato duhet të kuptojnë është si do zbresin. Pra, kur ju hypni në një mal, mendoni, instinkti njerëzor, unë po hypi, po të puna si do zbres. Ti mund të hypësh, por kur do zbresësh, do të marrësh shumë faktor të tjerë, sepse jam i bindur që kur mali është jo ashtu siç duhet, po është me një, do thoya me një shtrim tjetër, nuk është ashtu siç ty të kënaqet kur hyp lart edhe ngjitesh, normalisht ka edhe pasoja. Duke menduar që këto pasoja Partia Socialiste do t'i studioj dhe do t'i shikoj në të ardhmen. Unë jam i bindur që çdo bombë që do shpërthej për Shqipërinë, çdo bombë e mundshme, financiare, kushtetuese, ligjore, ekonomike dhe çdo gjë në vendin ton, është në përgjegjësinë totale Partisë Socialiste dhe nuk ka pse të kërkojmë më nga opozita parlamentare apo jashtë parlamentare përgjegjësi për dështimet e Partisë Socialiste. Sepse çdo faturim do të jetë Partia Socialiste. Ka 83 mandate, nuk ka 74 mandate. E qartë, ndalim pak tek minutat e fundit tek Partia Demokratike, avokat, e cila për hir të së vërtetës vijon betejën e saj me të gjitha kallëzimet e kryera, qoftë në prokurorinë e posaçme SPAK apo qoftë edhe nëpërmjet rrugëve të tjera. Partia Demokratike thotë që ka patur një farsë të madhe elektorale. Berisha nuk i njeh zgjedhjet? Mos të njoj. Nuk ka zgjedhje të lira me Edi Ramën, ka theksuar së fundmi. E dim atë kasetë e vjetër. Çfarë ndodh? Na kanë zgjedhje me atë kasetë. Çfarë ndodh? Tani, shiko, zoti Berisha fitoi një betejë. Beteja ishte Vula. Zoti Berisha fitoi Nëngradën. Zoti Berisha mundi e ka fituar. Lerën çfarë janë këto? Këto janë thjesht politike kështu
për njerëzit thënë Njoftim zyrtar nuk ka. Edhe zoti Tom Doshi. Njoftim zyrtar nuk ka. Edhe zoti Tom Doshi është me non grata. Edhe zoti Berisha po njësoj. Zoti Berisha bëri nder për të gjithë ata të cilët sot nesër mund të shpallin non grata, që nuk ka më pikë vlere fjalia non grata. Që do thotë zoti Berisha e fitoi edhe këtë betejë. Zoti Berisha është kryetar i Partisë Demokratike, zonja Yuri Kim është në mënyrë të paditur, në drejtim të paditur, a është në departamentin amerikan të shtetit apo jo, nuk e di ku është. Pra nuk dihet ky njeri ku ndodhet. Zoti Berisha është kryetar i Partisë Demokratike. Zoti Berisha atë që bëri gabim është që nuk hapi Partinë Demokratike në momentin sapo mori vullën. Nuk bëri ristrukturim partisë, nuk bëri lëvizje të cilat duhet të ishin bërë taktike dhe strukturore, nuk e hapi partinë me aleatët ashtu siç duhet dhe hapi partinë në momentin e fundit kur ishte me plotësu listat e kandidatëve. E di çfarë më bën më shumë përshtypje avokat, që pjesë e sesionit të ri parlamentar që nis në shtator, do të kemi edhe deputet me 1000 vota. Po, do të kemi, se nuk ka rëndësi, shiko, nuk ka rëndësi vota. Jo, se ne kemi një ligj për partitë politike dhe jo për individin. Nuk është se e mbështesim kaq shumë individin. Ne vdesim pas partive. Dhe është fakt konkret. Lenin çfarë thënë, jo dili pavarur, jo dil kështu, jo nuk e duam partinë këto. Ata vdesin për partinë. Edhe ata që flasin që s'duan parti, ata janë të parë që duan partinë. Unë dua të jem pjesë e një partie, po nuk mund të dali pavarur. Pse? Sepse vota që merr i pavarur nuk ka vlerë. Pse nuk ka vlerë? Se kur ti je në një parti, ajo vot materializohet brenda partisë dhe fuqizon partinë. Në Shqipëri çfarë ndodh? Tjera gjëra thënë elektorati dhe tjera bën në zgjedhje. Ke njerëz të cilët janë brenda partive të mëdha kryesore dhe votojnë partitë të mëdha dhe kur i takon në lokal thënë gjëra të ndryshme. E fundit. Pra do të thotë betejë e Partisë Demokratike. Zoti Berisha, Zoti Berisha të japi dorëheqjen, të garantoj procesin e rregull në Partinë Demokratike, të jetë një kryetar i ri ose kryetare e re, jo e deleguar as nga Berisha, as nga Partia Socialiste. Ma dëgjoj këtë në vëmendje. As nga Partia Socialiste i deleguar kryetari i Partisë Demokratike, po i natyrshëm. Pra baza kërkon kryetarin e ri. Zoti Berisha bëri maksimumin, luftoi me një drejtësi të kapur, luftoi me ambasadore të kapur, se ishte e kapur, se nuk mundesh ti si ambasadore amerikane të shkosh përpara një partie politike dhe të më bësh politik të brendshme në interes të Partisë Socialiste. Nuk mundesh ti me një gjyqtare të kapur edhe ajo që pranoi ankimin e vulës të zotit Ali Beajit dhe e shkarkoi partia e vet edhe e nxorri në rrugë duke ankimuar vendimin në gjykatë të apelit, ku ndërkohë vendimi i vulës në 2022 kishte marrë formë të prerë, edhe bëri lojë, edhe bëri goditje pranë Partisë Demokratike. Pra do të thotë që e gjithë kjo situatë që është tisur ka qenë e programuar, e organizuar që të goditet Partia Demokratike. Tani zoti Berisha këto betejë i fitoi. Betejën e non gradës për mua e ka të fituar. Është çështje kohësh kjo gjë. E vërteta do zbardhet pak më vonesë. Zotri, po dua të bëj unë keq ty, më dëgjoj, do të jap një gjë natyrale njerëzore. Po dua unë ose ti të më bësh keq mua, e keqja bëhet për sekonda. Puna është e mira vonon të dish. Është në njerëzor, kjo është natyrshme. Po kur e vonon, atëherë person që të ka bërë keq do të shkojnë të gjitha të këqijat atit. Po duhet presësh. Prandaj faktori duhet jetë durim. Në rast se ne nuk kemi durimin si faktor, atëre nuk do të shikosh situatën ashtu siç duhet. Dhe nuk duhet ta shikojmë me emocion. Sa të tjera do të durojnë demokratët, opozitarët, qytetarët që kanë qenë në çdo moment mbështetës Partisë Demokratike. Se nuk kemi edhe kohë. Jo, e fundit në të gjitha protestat që ka thirrur Partia Demokratike, janë 12 vite opozit. Edhe sa do të mbajnë qytetarët apo mbështetësit. Edhe çfarë do t'i ndalojë këta të fundit që në fund të ditës të mos joshin nga Partia Socialiste, mor avokat? Dgjoj, njerëzit nuk joshin nga Partia Socialiste sepse nuk duan të shkojnë nga politikan burgaxhi. Ka njerëz të cilën duan të futen në burg për punën e tyre, sapi i tyre. Tani puna është këtu. Jo për në burg, Partia, jo për në vend puna. Po, shiko, pse ju mendoni se ata që janë në administratën publike nuk marrin raporte mjekësore sepse i detyrojnë të firmosin gjëra të pra gjëra të cilët nuk duan të futen ata në burg dhe fusin të tjerë?
Prandaj them unë, është statistikore SPAK-u, nuk është SPAK-u një institucion i cili është i pavarur dhe punon ashtu siç duhet. Tani, unë duhet të them këtë gjë. Partia Demokratike është parti historike. Partia Socialiste është parti historike në vend. Na pëlqen, nuk na pëlqen, ky është fakt konkret. Po ama, Edi Rama dhe Sali Berisha vjen momenti që duhet largohen. Tani, a do largohen vetë, a do largohen faktor të tjerë, kjo mbetet për t'u pas, sepse do t'ja lënë faktorit kohë. Për shembull, zoti Meta ku është sot? Në Burg. Në Burg. Zoti Velia ku është sot? Në Burg. Faktori kohë ka shumë gjëra, të cilat njeriu nuk i kupton dot. Pse kur je në pushtet vëlla të bëjnë fresk të gjithë. Kur zbret nga pushteti, edhe shikon situatën me sy, atëherë thu, po kam qenë, pra aty ku mendoja se isha i sigurt, ka qenë i pasigurt. Pse? Se në momentin e fundit e kthyn të gjithë, edhe Bashkia e Tiranës. Ai ishte Erion Velia, kryetari i ardhshëm i Partisë Socialiste. Shko folti te Partia Socialiste që Velia pretendohet për kryetari i Partisë Socialiste. Është një debat që do ta vijojmë. Besoj ta shikojmë në një moment tjetër. Faleminderit shumë që ishe sot në Faks News. Faleminderit shumë. Ne shkëputemi në publicitet, rikthehemi sërish pas pak.